Kapini lojmin. Zbulohet i dashur i Gjenetës? Me sa duket, po. Kemi disa zhvillime mjaft interesante nga jeta e saj personale, e cila kohë të fundit ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Pas një kohë ku ajo mundua ta mbajë jetën sentimentale krejtësisht të fshehtë dhe larg syrit të publikut, detajet e reja kanë dalë në dritë, fal ndjekësve vigjilent në rrjet. Gjithçka mori jetë pas rikthimit të saj në ekran. Gjatë paraqitjes në e diell, pikërisht në rubrikën Trotuar, Gjeneta pranoi një buxhet me lule duke tërhequr vëmendjen e të pranishmëve. Ishte Nevina Shtylla ajo që ngacmoi me situatën, duke zbuluar se lulet vinin nga dikush, emri i të cilit fillon me shkronjën G. Por kush është ky person misterioz që bën gjeste të tilla publike? Me sa duket, identiteti i tij tashmë është gjetur. Në rrjetet sociale ka filluar të qarkullojë fotoja e një djaloshi që nuk është fytyrë publike. Thuhet se ai vjen nga bota e biznesit. Për më tepër, ai ka qenë i pranishëm dhe pjesë e ditëlindjes së saj të 30, mes një rrjeti shumë të ngushtë njerëzish. Djaloshi quhet Gent, dhe me shumë gjas, ky është personi që i ka marrë zemrën bukurushës. Tani bëjnë sens plotësisht dy gjëra. Së pari, fakti që ajo vendosi ta mbajë ditëlindjen e saj aq private, dhe së dyti, që tregua e gatshme dhe e hapur për të bërë nën së shpejti. Duket se Gjeneta është stabilizuar në personalin e saj, dhe neve na mbetet vetëm të presim të rejat e radhës. Ju mos harroni, na bëni follow në 4 rrjetet tona sociale të Privi Libertas Bahiu për më shumë lajme si kjo.